Lorena Regja, një emër shumë premtues në botën e muzikës. Ajo është e re në moshë, por ka një talent të jashtëzakonshëm. Rrugtimin artistik e ka nisur me pianon. Me një zë të veçantë dhe interpretim plot emocion, Lorena sjell me finesë këngë nga artist botror si Adele, e deri të këngët e Elvana Gjatës. Nga një heta bëj me hile, se don me ngacmu, se di që edhe kokën ti e lem për mu. Sot, ajo po e merr muzikën më seriozisht se kur, duke punuar me përkushtim për ëndrrën e saj. Mbështetur fuqishëm nga familja, veçanërisht nga babai i saj për të cilën Lorena thot që po jeton ëndrrën e tij. Ka qenë gjithmonë talenti jam i lindur prej fëmijërisë, e kam trashëguar prej babit, edhe gjithmonë jam qenë një fëmijë aktiv, edhe kam dashur më marr gjithmonë me muzikë, kam dashur me lujt instrumente, jam qenë shumë kreative, jam marr gjithë me art. Edhe ka qenë edhe ëndra e babit pak a shumë. Edhe pa thonë, hajtë për qoj vajzën tem shkollë muzikës, ashtu kitë ka njës pak si forme i disë babit, po tani ka lindë edhe për mu. Pastaj, jam konë shkollë muzikës, edhe aty ka lindë më shumë një farloj ideje, që po du me vazhdu diçka ma shumë me muzikë. Njerë kum lonë si hobi, tani kum vazhdu, jom të dashtash me vazhdu me këndu edhe këngë të mija, pse jo me kriju diçka temën. Dhe shpesh herë nalmi edhe folmi edhe ai gjithmonë ka qenë shtysa jam e parë. Amo si fillim ka lindë, u kom pak ëndra, gjithmonë prindi do me shty fëmin për ëndrat e veta që ka dash mi pas. Edhe ka qenë ëndra e babit, edhe ai s'ka mujt me kriju, me realizu, me thonë, ma kalon mu si trashëgim, muna me thonë, edhe shumë mirë që pe bëj krenare dhe që është ëndra vetë për realizoj edhe unë për veti, po normalisht edhe ai kur është atë lumtur që po krenohet për mu. Po, gjithë emocionohet, gjithë ka pas pikë dop, ashtu edhe si të më shetë uknu, gjithmonë janë nisë jakë qanë, jam mundot me kritiku, po kritikat më të mëdhaja janë që më thotë, mos vërtet shumë, mos këndo shumë lartë, se për shembull dikush që nuk merr mbesh në muzikë, ai ka qef më shumë këngë qeta, pse jo edhe ritmike. E këto janë kritikat më të mëdha, po ndërto nuk kam diçka, gjithmonë ai habitet se unë gjithmonë po mësoj sene të reja vet, po mundona me gjetë diçka në ritëm të mirë, po mundona me gjetë diçka e të rëndësishme për mu që po më vynë ma shumë jetë. Ai dyqysh pesho që po krenohet me që cena nuk është që më përzijet fort me tregu drejten, ma respekton stilin tem. Kështu që ngojna bashkë, gjithë ngojna rock, gjithë Metallicën, Nothing Else Matters, e ngojna gjithë mund edhe që edhe trashëgimi na kalon edhe neve fëmijëve që të kongë, se gjithë e ngomi. Amo kështu që me këndu për to, mundë me thonë Bareshën, këto këngë të vjetra, zakonisht në që mi e pagarushën, Vaqe Zelen, Elvana Gjatën, ama kënga e parë që e kom knu për babin që menoj që është e vjetër edhe u kone rëndësishme për ta ka qenë ja Bjondin me sytë e zi, ja Zeshkonja ime, e gjithë e këndojshmi bashkë edhe qashtu ka fillu. Gjithmonë ku më këndu këngë qetat, më nësh me thonë trishtushme, po ne nuk i kom gjetë trishtushme, për shkaki që mu ka ndokë shumë të bukra, po dikush nuk i ka ndje, muna me thonë, tash gjeneratat e vjetra ma shumë ndëgjojnë këngët gjeneratës të tyre. Muna me thonë anglisht ma shumë, amo që kanë ndhez ma shumë TikTok-e, që pesho që po sho rezultat në TikTok-e, në Instagram, në këta rrjetet sociale, muna me thonë këngët që po janë tash në trend, Ylli, Dafinës, kënga treja që po dalin. Piano nuk është instrumenti vetëm që ajo ka pasion, ka mësuar çiftelin e së fundmi edhe kitarën. Për instrumente gjithë më kam pëlqy, gjithmonë jëm kona ajo vajzat që kom dash me mësu sene vetë, pa ndime në askujt. Për kundrazi, pianon e ku mësu shkollë muzikës normalisht, kam qenë 9 vjetë atje, edhe shumë ka qenë një fat që nuk e kum ndërprej, se të pasaj në gjimnaz, në fakultet, ku mujtë me ndërprej, po gjithë më ka flej në zemër, edhe gjithë e kum gjithë si një qosh në dhomë tem, e kum gjithë si një qosh
me pushu, me relaksu vetëm, me jek për stresit, mos mi qumen të stresi. Po gitarën djekun ma ka ble babi dhurat, ma ka bo surpriz. Më ka surprizu shumë se që një kohë shumë gjatë ku më dash me ble edhe shumë më ka ardhë kështu wow, se e përshet që edhe babi gjithë një krajohet në mu. E tash du të më mëso dhe me këta me këndu, pse jo, është një sen i ri, sa ma shumë sen e treja ma mirë. Kurse qiftelien, instrumentin tradicional, ma ka mësu gjyshe. Ato neset pa e përsërit, harroj, po normal kur ta kish veshin, nuk ka rëndësi cila këngë është mundona me lujtë, nuk është që nuk di, po supero, perfekt. Gjithsesi, dashuria e parë nuk harrohet, andaj lidhja e saj me pianon mbetet më e ngushta. Tingujt e pianos asaj dhurojnë qetësi dhe bëjnë të arratisën nga realiteti për pak minuta. Për të sjellë më afër këtë ndjesi, ne i dham asaj 3 fjalë, krejt të rastësishme, dhe Lorena i shndroi ato në melodi, duke i treguar përmes pianos ashtu siç vetëm ajo di. Dashuria. Shio. Dhimbja. Së fundmi, Lorena po punon në një këngë të sajën, një projekt shumë i veçantë që i erdhi si dhuratë nga prindrit. Kënga ka qenë një dhuratë prej mamit edhe babit, ka qenë dhurata e ditëlindjes 20 këtë verë, edhe ashtu ka qenë edhe kjo surprizë, gjithmonë muzikë mbojnë surprizë prindrit. Mona me thonë që ka qenë një surprizë shumë e mirë, ka qenë ëndra jam prej e vogël, unë kum dash dhe ma përpara me fillu, po gjithmonë kom thonë nuk jam gati, jam ende e vogël, kam nevoj pak mu pjek, mi pa senet që shkojnë, me pa senet mja nis me një rrugë të drejt, që mëna me pa sukses dhe me arrit diçka. Mëna me thonë, prej prindërve, ashtu ka ardhur pak si shok, po e kom prit shumë mirë, që tash jam të punu këngën tem të parë, është një balad shumë e thjeshtë me piano. Kom dasht këngën e parë me kushtu diçka që e ndjej veten si e vogël, që e përjetoj pak a shumë. Normal, teksti është shumë i mirë, varet prej publikut, ka më marrë nashta se cili ka me gjetë veten dikon. Unë për vete më duket që ja kom shkru vetës edhe e gjej shumë mirë atë. Majtas jatas halakatëm kur du me t'lëndu, si për dreq më shkon më keq edhe më shumë të tu, të tu, të tu, të tu. Mos u bën xhelos për mu, se ky marrës ka me çkalu, zemër mos vu